Çdo prind që ka fëmijë në moshën e adoleshencës e di që sfidat nuk janë vetëm për të, por edhe për adoleshentin. Për të mësuar më shumë për këto sfida, na ndiqni në programin e sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Mikesha të dashura, është kënaqësi të jemi sërish të bashku sot. Unë jam Marta dhe me mua në studio është edhe Dena. Përshëndetje të gjithave. Sot do të vazhdojmë të flasim për adoleshentët, temë për të cilën kemi bërë një cikël prej 5 programesh. 2 programet e fundit i kemi titulluar Kuptoni sfidat e adoleshentit tuaj. Edhe ne shpresojmë dhe lutemi që këto programe të jenë një ndihmë që ju të njihni, të kuptoni dhe të komunikoni me adoleshentët tuaj në një mënyrë sa më efikase dhe ndërtuese për ta. Si fillim doja të thosha Dena se të kuptuarit e adoleshentëve të sotëm është një detyrë e vështirë. Adoleshentët janë të kapur në vijin e zjarrit, le të themi, mes fëmirisë dhe moshës së rritur. Nga pikpamja zhvillimore, hendeku mes tyre dhe fëmijëve nuk është aq i madh sa ai mes tyre dhe të rriturve. Megjithatë, pritshmëritë dhe përgjegjësitë që shoqëria moderne vendos mbi ta janë shumë përtej moshës që kanë. Për prindrit ekzistojnë 2 shetësime dhe përgjegjësi kryesore për fëmijët e tyre. Ata duhet t'u ofrojnë dashuri, kujdes edhe mbështetje emocionale dhe në të njëjtën kohë është e rëndësishme që ata t'i udhëzojnë, ndërsa kalojnë nga të shenjtë fëmijë të varur në të rritur të pavarur dhe të aftë për të mbështetur te vetja. Ndërkohë edhe shoqëria ka pritshmëritë dhe kërkesat e saj ndaj tyre. Kjo rritje në pritshmëritë shoqërore dhe numri i madh i aktiviteteve të ofruara për të rinjt sot i la adoleshentët me më pak kohë për të zbuluar dhe për të zhvilluar identitetin e tyre personal, por edhe i përball ata me përgjegjësi të mëdha në marrjen e vendimeve. Siç e dim të gjithë, adoleshentët janë në rritje, po ndryshojnë dhe po përgatiten të hyjnë në të gjitha aspektet e jetës. Kërkesat dhe nevojat e tyre janë të ndryshme nga ato të grup moshave të tjera, prandaj prindrit duhet të kushtojnë më shumë vëmendje. Prindrit kanë për detyrë në radhë të parë t'i kuptojnë fëmijët e tyre. Nëse prindrit nuk kanë një mirëkuptim të thellë për adoleshentët, atëherë nuk do të jenë kurrë në gjendje të lidhen e të merren me fëmijët e tyre. Sigurisht që adoleshentët kërkojnë pavarësi. Çdo ditë ata duan të ndihen si të rritur dhe kjo është normale për moshën e tyre. Megjithatë, në këtë fazë të jetës, ata ende kanë nevojë për drejtim dhe udhëzim nga të rriturit. Nëse ne si prindër kthehemi pas në kohë dhe kujtojmë kohën kur ishim adoleshent, e kuptojmë shumë mirë që nuk është një fazë e lehtë e jetës. Ajo është e mbushur me ankth dhe frikë, por është gjithashtu edhe një periudhë zhvillimi. Për të gjithë prindrit, është e rëndësishme të eksplorojnë dhe të kuptojnë ngjarjet që u kanë ndodhur atyre vetë në atë moshë. Duke i njohur ato përvoja, ata janë më të aftë të përgjigjen më mirë fëmijëve të tyre dhe të kuptojnë çfarë po ndodh me ta. Me më shumë mirëkuptim ndërtohet respekt dhe besimi ndërsjellë mes të dy palëve. Mos harroni kurrë, është e rëndësishme që ne si prindër të depërtojmë në botën e adoleshentëve për të njohur ndjenjat dhe problemet e tyre më nga afër. Të kuptuarit e adoleshentëve kërkon kohë dhe përpjekje, por është një domosdoshmëri për prindrit. Në këtë program, por edhe në programin e ardhshëm, ne do të vëmë një theks të veçantë dhe do të përshëndrohemi pak më shumë tek sfidat e adoleshentëve sot. I kemi prekur ato edhe në programet e kaluara, por nuk është asnjëherë e tepër të flasim për to, në mënyrë që t'i kuptojmë më mirë adoleshentët tanë dhe gjërat që ata kalojnë në një shoqëri që ecën me hapa gjigant e të shpejtë. Është shumë e vërtetë, Dena. Së pari, ngarkesa e madhe akademike dhe aktivitetet e shumta janë një sfidë madhore për një adoleshent. Në vitet e adoleshencës, përjetimet janë veçanërisht të mprehta dhe emocionuese. Kjo moshë lidhet ngushtë me kërkimin e vendit që një adoleshent ka në botë, vetë identifikimin dhe ndjenjen e përkatësisë. Por ka edhe nga ata që e shohin adoleshentin si një qenie të zhurmshme, të pasjellshme, dembele dhe të padurueshme, që duhet mbajtur larg dhe të mos i jepet asnjë liri. Gjithsesi, një prej sfidave që një adoleshent has është presioni akademik, sepse në disa raste fëmia nuk është një personalitet i motivuar dhe i pavarur. Ai mëson për hir të prindërve dhe ndihet shumë i dëshpëruar kur merr nota të këqija.
Problemet akademike janë një burim i fortë zhgënjimi për adoleshentët, por mjedisi ku bëhet vlerësimi i adoleshentëve është shumë ndryshe dhe unik. Kjo do të thotë që notat e një fëmie shihen si mjeti për të vlerësuar aftësitë e tij dhe askush nuk shqetësohet për dëshirat e vet fëmijës. Një sfidë tjetër për adoleshentët është kontrolli prindëror. Dihet që prindrit përpiqen t'i mbrojnë fëmijët e tyre nga ndikimet negative të bashkëmoshatarëve dhe nga mungesa e vetë organizimit. Kujdesi i prindërve shpjegohet me rrezikun e shtuar të zakoneve të këqija, që mund të dëmtojnë shëndetin e fëmijës, me përparimin e dobët në shkollë dhe me shtimin e mundësive që çojnë drejt sjelljeve devijuese. Kjo është arsyeja pse prindrit duhet të përballen me këtë çështje dhe duhet të zhvillojnë komunikimin e mirë me adoleshentët e tyre. Nga ana tjetër, jo të gjithë adoleshentët sot i përmbushin pritshmëritë e prindërve të tyre. Ata duan të zhvillojnë parimet e tyre nëpër zgjedhjen e miqve, që ndonjëherë nuk janë zgjedhjet e duhura. Gjithashtu duhet theksuar se prindrit duhet të identifikojnë metoda të përshtatshme për ta kapërcyer këtë problem, si edhe të gjitha problemet e tjera që lidhen me vitet e vështira të adoleshencës. Për shembull, identifikimi i simptomave të depresionit tek adoleshentët është diçka jetike. Një sfidë tjetër për adoleshentët sot vjen si pasojë e ndikimit të rrjeteve sociale, që ne e kemi përmendur edhe në një nga programet e mëparshme. Rrjetet sociale janë bërë një mjet i përhapur komunikimi në botën moderne. Shumë adoleshentë janë përdorues të rregullt të platformave të ndryshme, të cilat kanë një ndikim që shpesh shihet si diçka negative. Dhe është e vërtetë se ka shumë efekte negative të rrjeteve sociale, sidomos kur flitet për ngacmimet apo bullizimin virtual, përvarësitë, ankthin, depresionin dhe vetmin, që janë shumë të përhapura sot tek adoleshentët. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptohet se rrjetet sociale mund ta bëjnë jetën e një adoleshenti më të bukur dhe t'u ofrojnë atyre mundësi të jashtëzakonshme. Kjo mund të përfshijë mundësinë për të mësuar rreth çështjeve shkencore dhe shoqërore, për të qëndruar në kontakt me adoleshentë të tjerë me mendime të ngjashme, madje edhe për të ndarë shaka dhe momente argëtuese me të tjerët. Nëse interneti dhe rrjetet sociale përdoren në mënyrë të arsyeshme dhe pozitive, adoleshentët mund të përfitojnë shumë prej tyre. Një sfidë tjetër shumë e madhe për adoleshentët sot është bullizimi, që ka një ndikim të jashtëzakonshëm tek ata. Bullizimi karakterizohet nga sjellje të ashpra dhe të këqija dhe është kthyer në një fenomen, sidomos gjatë këtyre viteve të fundit. Shumë prej adoleshentëve që janë viktima të bullizmit mungojnë ose lënë shkollën për shkak të frikës për të përballur me ngacmuesit. Në shumicën e rasteve, kjo minon efektin e mësimit edhe çon në refuzimin e shkollës nga nxënësit. Gjithashtu, bullizimi ose ngacmimi rrit rrezikun e vetvrasjes tek adoleshentët dhe nuk janë të pakta rastet që dëgjojmë në të gjithë botën. Duke njohur më mirë adoleshentët tuaj, ju mund t'i kuptoni menjëherë shenjat se diçka nuk shkon, edhe t'i adresoheni problemit në bashkëpunim të ngushtë edhe me stafin pedagogjik dhe nëse është e nevojshme edhe me një psikolog apo terapist. Kjo është edhe një thirrje shumë e fortë për të gjithë prindrit. Mos jini indiferent ndaj gjërave që ndodhin në klasën apo shkollën e fëmijës tuaj, por përfshihuni më shumë në mënyrë që të paraprini problemeve që mund të përkeqësohen me kalimin e kohës. Një sfidë tjetër për të cilën kemi folur edhe më parë është presioni bashkëmoshatarëve, dhe kjo është një çështje e zakonshme me të cilën përballen adoleshentët në shoqëri. Presioni bashkëmoshatarëve mund të ketë një ndikim të madh në jetën e një adoleshenti, duke e çuar atë drejt vendimeve të këqija dhe të përfshirjes në sjellje të rrezikshme. Por nuk duhet mohuar fakti se presioni i shokëve mund të jetë edhe pozitiv. Për shembull, miqt mund ta nxisin një adoleshent të shkojë në shkollë ose të shmangë sjellje që janë qëllimisht të dëmshme. Megjithatë, shumica e adoleshentëve ndihen të tërhequr drejt dëshirës për t'u përshtatur apo për të qenë pjesë e një grupi, gjë që mund t'i bëjë të ndihen të detyruar të ndryshojnë qëndrimet, bindjet apo sjelljet e tyre për të përmbushur norma sociale të perceptuara nga grupi i tyre shoqëror. Adoleshentët ndikohen shumë nga miqtë dhe bashkëmoshatarët e tyre. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur marrëdhënia e prindit me fëmijën fillon të përkeqësohet dhe adoleshenti fillon të kalojë gjithnjë e më shumë kohë me shokët. Një nga mënyrat më të dukshme se si adoleshentët ndikohen nga presioni i shokëve është përmes imazhit edhe paraqitjes së tyre të jashtme. Vajzat adoleshente i kushtojnë shumë rëndësi pamjes dhe veshjes së tyre.
Bashkëmoshatarët e tyre mund të ushtrojnë presion që të humbasin peshë, të vishen në një mënyrë të caktuar ose të përdorin tualet. Gjithashtu, adoleshentët mund të detyrohen të përfshihen në praktika të dëmshme si pirja e duhanit, alkoolit apo përdorimi i drograve. Nga ana tjetër, edhe pse adoleshentët ndodhen nën presion, mësuesit dhe prindrit mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në përballjen me këtë çështje. Mënyra më e zakonshme për të ndihmuar adoleshentët është duke u ofruar atyre mundësi sociale dhe argëtuese. Kjo do t'u lejojë të zbulojnë dhe të zhvillojnë më tej identitetin e tyre personal dhe të bëhen më pak të varur nga bashkëmoshatarët. Mundësi të tilla përfshin sportin, muzikën apo edhe vullnetarizmin në aktivitete me rëndësi sociale. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Në vazhdim të ciklit të programeve mbi çështje që kanë të bëjnë me adoleshentët, sot po flasim për disa nga sfidat më të mëdha me të cilat ata përballen. Ne theksuam se sa i rëndësishëm është komunikimi prind-adoleshent, por edhe komunikimi mësues-prind, për t'u adresuar me efikasitet çështjeve të tilla si rrjetet sociale, bullizimi apo presioni i shoqërisë. Tani do të ndaj me ju një këndvështrim biblik mbi marrëdhënien prind-adoleshent, duke ndarë me ju disa vargje nga Bibla që besojmë se do t'ju inkurajojnë shumë. Është e vërtetë Arta që Bibla ofron shumë mësime të rëndësishme në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe adoleshentëve, duke theksuar vlera si dashuria, respekti, udhëzimi dhe disiplinimi në mënyrë të drejtë. Ajo nënvizon se marrëdhëniet mes prindërve dhe fëmijëve duhet të jenë të bazuara në dashuri dhe respekt reciprok dhe se prindrit kanë një përgjegjësi të madhe për t'i udhëhequr fëmijët në drejtimin e duhur. Dhe ne do të theksojmë disa pika të rëndësishme për këtë. E para është respektimi i prindërve. Një nga mësimet kryesore që Bibla na jep është se fëmijët duhet të respektojnë dhe të nderojnë prindrit e tyre. Ky është një urdhër i Perëndisë dhe është një nga urdhërimet e dhëna për jetën e besimtarëve. Bibla e lidh nderimin ndaj prindërve me një bekim të madh dhe një jetë të gjatë. Efesianëve 6 vargjet 1-3 na udhëzon dhe premton njëkohësisht duke thënë: Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Ndero baban dhe nënën tënde. Ky është urdhërimi i parë me premtim, që ti të jesh mirë dhe të jetosh gjatë mbi dhe. Kolosianëve 3:20 thot: Ju binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin. Pika e dytë për të cilën fjala e Perëndisë flet, është përgjegjësia e prindërve për të udhëhequr dhe mësuar fëmijët. Bibla thot se prindrit kanë përgjegjësinë e madhe për t'u dhënë udhëzime dhe mësime fëmijëve, duke i udhëhequr ata në rrugën e Perëndisë dhe në vlera të mira. Ata duhet të jenë shembuj të drejtësisë dhe dashurisë për fëmijët e tyre dhe t'i ndihmojnë ata të rriten në një mjedis të shëndetshëm frymëror. Fjalët e urta 22 vargu 6 udhëzon: Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. Tek Efesianët kapitulli 6 vargu 4 thuhet: Dhe ju etër, mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. E treta, dashuria dhe kujdesi i prindërve. Bibla inkurajon prindrit që të tregojnë dashuri të pakushtëzuar dhe kujdes për fëmijët e tyre, duke i ndihmuar ata të rriten dhe të zhvillohen si individ të shëndetshëm, emocionalisht dhe frymërisht. Dashuria e prindërve duhet jetë e vazhdueshme dhe e sinqertë dhe të ofrojë mbështetje dhe siguri për fëmijët. Tek 1 Korintasve 13, vargjet 4-7 na thuhet: Dashuria është e durueshme, plot mirësi, dashuria nuk ka smir, nuk vë në dukje, nuk rekoset, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet në të vërtetën, i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë. Mateu 7, vargjet 9-11 na udhëzon: Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet, sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen dhe do t'i çelet atij që troket. A ka midis jush në një njeri që po t'i kërkoj i biri buk t'i jap një gur, ose po t'i kërkoj një peshk t'i jap një gjarpër? Në qoftë se ju që jeni të këqinj
Dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj që është në qiej, do t'u jap gjëra të mira atyre që ja kërkojnë. E katërta, përgjegjësia e prindërve për disiplinën. Bibla tregon se prindrit kanë detyrën për të disiplinuar fëmijët e tyre në mënyrë të drejtë dhe të dashur. Disiplina biblike është e lidhur me dashurinë dhe është një mjet për t'i ndihmuar fëmijët të rriten në moral dhe të ndjekin në rrugën e drejtë. Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 7 deri në 11, thuhet: Nëse ju do të adhuroni shortimin, Perëndia do t'ju trajtojë si bi, sepse cilin bir nuk e korrizhoni Ati. Por po të mbeteni të pandrejshur, ku të gjithë u bën pjesëtar, atëherë jeni kopila dhe jo bi. Pastaj jetërit tanë sipas mishit I patëm për të na ndreshur edhe I nderonim ata. A nuk do t'i nënshtrohemi edhe më tepër Atit të shpirtrave për të jetuar? Sepse ata na ndreshën për pak ditë, ashtu siç u dukej më mirë, kurse Ai na ndresh për të mirën tonë, që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së Tij. Çdo ndreshje pra, aty për aty, nuk duket se sjell gëzim, po hidhërim, por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të Tij. Fjalët e urta kapitulli 13 vargu 24 thot: Kush e kursen shufrën urren birin e vet, por ai që e do e korrigjon me kohë. E pesta është rëndësia e komunikimit dhe dashurisë në një marrëdhënie. Bibla gjithashtu flet për rëndësinë e komunikimit të sinqertë dhe të dashur mes prindërve dhe fëmijëve. Prindrit duhet t'i ndihmojnë adoleshentët të kuptojnë se janë të dashur dhe të mbështetur, pavarësisht nga periudhat e vështira që mund të kalojnë. Jakobi kapitulli 1 vargjet 19 dhe 20 thot: Prandaj vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë I shpejt në të dëgjuar, I ngadalshëm në të folur dhe I ngadalshëm në zemërim, sepse zemërimi I njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Te Kolosianëve 3 vargu 21 na thuhet: Ju etër, mos provokoni për zemërim bij tuaj, që të mos I lëshoj zemra. Dhe kemi mbërritur kështu mikesha të dashura në fund të programit tonë dhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Miru dëgjofshim. Ndoshët programin Shpresë për ty.